Në bazë të rregullorës për procedurat e aplikimit për realizimin e të drejtave për personat e verbër, që zbatohej nga viti 2013, Nazmi Sejfullahut i duhej t'i nënshtrohej rivlerësimit çdo 5 vite. Por nga tashetutje, Ministria e Financave ka miratuar një rregullore të re e cila ka eliminuar këtë proces. E këtë vendim e mirëpriti Sejfullahu, që është verbuar tash 57 vite. Nëse një mjek e konstaton që unë mund më kthehet shikimi, ata mund të bëjnë një revizion edhe të shkojnë të bëj konstatimin e sasisë pamrit. Mirë, po jo të gjithë. Kjo unë e mirëpres këtë rregullore, sepse ka qenë shumë e panevojshme deri tani. Ndërkohë vendimin të vonë, por të domosdoshëm, e vlerësuan edhe nga shoqata e të verbërve në Gjakov. Verbëria dhe diagnozat të cilët këta persona i kanë janë të pashërueshme, andaj nuk ka arsye që këta persona të kalojnë rivlerësim në çdo 5 vite dhe është bërë një punë shumë e mirë dhe e domosdoshme. Përmes kësaj rregulloreje është bërë edhe rregullimi i procedurës së aplikimit për njohjen e statusit të personit të verbër dhe përmirësimi i kritereve dhe procedurave ekzistuese. Derisa Ministria e Financave ka njoftuar gjithashtu se ka bërë lehtësimin e procedurave për vlerësimin e personave paraplegjik dhe tetraplegjik, duke mundësuar aplikimin elektronik për këtë kategori. Sipas Agjencisë së Statistikave, aktualisht përfitues nga skema e të verbërve janë afër 1800, derisa të pensioneve paraplegjike dhe tetraplegjike janë mbi 3250.